Efektet anësore të barnave të quajtura GLP1, pra imituesit e glukagon peptidit, dhe që sot kanë përdorim kryesor për uljen e peshë, janë ndjenja e fortë të vjedhurit. Gjatë gjithë mjekimit, ky është efekti anësor më i zakonshëm i tyre. Të vjellat, diarrea, pra heqja e barkut, ose kapstheku, fryrje barku, refluks, pra kthim i acidit të stomakut, rrallë pankreatit, pra pezmatim të pankreasit, gur në tempth, hipoglicemi, pra rënje dhe sheqerit në vlera poshtë normales, humbje tepër e shpejtë në peshë, humbje të masës muskulare, deri në disa raste mund të shkaktojë edhe dëmtim të veshkave.